edicionet të tjera të lajmeve së bashku me kolegun tonë, ka që miq, në këtë pjesë do trajtojmë një nga temat më të nxehta të momentit në Shqipëri, zgjedhjet parlamentare të 11 majit atje. Fushata ka hyrë në fazën e saj më të ashpër, me akuzat të ndërsjella dhe tensione në rritje. Për të analizuar këtë situatë, kemi të ftuar në lidhje direkte Lisandër Hoxha, kandidati Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, si dhe analistin politik të njohur Frok Qupi, po ashtu jemi dhe me kolegun ton gazetarin Kushtrim Bekolli. Mirëmëngjes, zotri Hoxha, faleminderit që jemi ne. Besoj që pas pak do kemi dhe Qupin, për ta përshëndetur si fillim. Qupi, mirëmëngjese. Mirë, zotri Hoxha, po njësim me juve si kandidati Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Ne e thamë më herë që fushata ka hyrë në fazën e saj më të ashpër dhe në ndajnë edhe pak kohë deri tek data 11 maj, ku shqiptarët e Shqipërisë zgjedhin për konstituimin e parlamentit të 11 majit. Si janë emocionet dhe nga të rego paka shumë se si është duke shkuar deri në këtë moment fushata e Partisë Demokratike? Është pozitive në financiar krim këmë Shqipërinë se për të shkatruar ekonomia shqiptare. Në kontekst po gjejmë shtetit madhe tek njerëzit dhe sa i takon shqiptarëve të Kosovës, ka një lajm të mirë. Do të heqim traun, do të heqim tatimin që qeveria Rama, që nuk është Rama, por është Rama Alex Soros Vučić, i vuri shqiptarëve të Kosovës traune me pagesën Kukës. Pas paka shumë viteve të fundit mund të themi që kemi pas një largim në mes të, apo një shkëputje të raporteve. Asnjëherë s'do ta quajmë largim Kosovë-Shqipëri, por thjesht shkëputje e raporteve dhe jo si më parë. Mendoni që ka qenë Rama dhe ndikimi i tij që ka bërë këtë ndasi dhe ju do të arrinit që me ardhje në pushtet ta bëni, ti afroni këto raporte dhe më tepër? Ne jo të raportet. Të punojmë si një kom, ne jemi një kom. Kush investuar që të ndahen shqiptarët me njëri tjetrin dhe kush ka patur interes ta bëjë këtë gjë? Absolutisht qeveria Vučić dhe vasalin e vet Edi Ramën dhe sigurisht nën diktatin e George Soros dhe Alex Soros. Ky ka qenë një program që shqiptarët të ndahen, që të fillojnë ta urrejnë njëri tjetrin, që të fillojnë t'i vënë pengesa, që të bashkëpunojë Shqipëria me Serbinë më shumë se me Kosovën. Po pse është bërë ky plan? Pse mendoni që ka qenë ky plan? Dhe pse Edi Rama po e zbaton sipas jush çdo herë këtë plan? Jo sipas nesh, po siç janë faktet. Nëse ne ndërtuam rrugë kur ishim pushtet për të bashkuar kombin dhe e gjithë Ministria e Jashtme e Shqipërisë u vënë dispozicion të Kosovës, u njohur ndërkombëtarisht. Më thoni pak sa shtete me ndihmën e Shqipërisë e ka njohur Kosovës nga viti 2013, zero. Pra, faktet flasin për shumë se retorika politike. Në këtë kontekst. E kemi dhe analistin politik Frok Qupi, cilin do të lidhemi tani. Qupi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Besoj jeni duke na ndjekur apo jo? Po. Atëherë, keni edhe ju të njëjtin mendim që gjatë kohës qeverisjes Rama nuk është bërë shumë për Kosovën dhe përkundrazi janë përkecuar raportet për shkak të sjelljeve, mund të themi, sjelljeve politike që janë bërë nga Shqipëria? E para nuk mund të kemi politika paternaliste mes nesh. Bëri njëri, s'bëri tjetri. Ne jemi një dhe nuk jemi dy në kuptimin e nacional. E para, e dyta dhe në kuptimin historik, vërtet kemi jetuar në dy shtete, po kemi qenë gjithkohës bashkë. Dhe ajo çfarë është politike sot, pastaj është tjetër gjë se çfarë ka ndodhur në qeverisjen e fundit, domethënë qeverisjen e Edi Ramës, në raportet Shqipëri-Kosovë. Po sa ka ndikim, sa mund të ketë ndikim një fushat e tillë e orientuar pra qo për bashkim, qo për parafrim të raporteve Kosovë-Shqipëri, tek elektorati në Shqipëri? Sa do të ndikoheshin ata për të votuar qoftë PS-n apo PD-n? Po, Partia Socialiste, që takma nuk është thjesht një parti, është një majorancë, është pjesa majoritare, vitale e popullit, pjesa e mençur e popullit. Thonë kështu dhe nuk është një parti.
Dhe e gjitha, duke votuar për Partinë Socialiste, ka votuar për Bashkimin Evropian. Edhe të votosh për Bashkimin Evropian dhe për perëndimin ke votuar për Kosovën, ke votuar për kombi shqiptar. Kombi ynë nuk ka tjetër prosperitet përveç se perëndimi. Dhe kjo është gjëja që kemi arritur në një moment kur politika shqiptare, se tu është duket që mbyll dy çështje shumë të mëdha. E para mbyll tranzicionin, i cili e raskapiti Shqipërinë, dhe duke pasur një Shqipëri të raskapitur nuk mund të kesh një Shqipëri në luftë civile, një Shqipëri në grushte shteti, një Shqipëri në terror, një Shqipëri në vrasje shtetërore. Nuk mund të kesh një Kosovë të përkujdesur. Padyshim nuk mund të kesh. Ke një Kosovë të dhimbshme, i dhimbse të Kosovës, çfarë ndodh në Shqipëri, por nuk mund të kesh një përkujdes. Mirë, të shohim të marrim. Përkujdesja, ju lutem ta çoj deri në fund. Përkujdesja vjen në momentin që në Shqipëri po arrihen me këtë fitore të Partisë Socialiste kësaj here, arrihen dy objektiva. Mbyllet tranzicioni, ndahet historia nga historia e rëndë që ka kaluar Shqipëria në këto 30 vjet, dhe e dyta, përbashkohen forcat kombëtare për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Ku me siguri Kosova si shtet, si politik, si qeverisje, si republik do ketë padyshim përfitimet e saj të mëdha që në fakt i meriton. Mirë, të marrim mendimin tani të Hoxhës. Hoxha, mendoni dhe ju që Partia Socialdemokrate e ka mazhurancën, do të triumfojnë në këto zgjedhje, apo mendon që ka ndryshuar pak a shumë edhe mendësia e elektoratit në Shqipëri? Unë mendoj që socialistën nuk e ka marrë. Është e damkosur si narkoregjim prej shumicës partive popullore europiane dhe është e damkosur në çdo raport ndërkombëtar si hajdut e zgjedhjes. Pra këta kanë vjedhur zgjedhjen. Dhe siç u thash, po kthehem prapë te Kosova. Shqiptarët e Kosovës u dënuan nga Edi Rama me projektin Open Balkans dhe u rrethua me marrëveshje. Nuk ekziston ai projekt dhe nuk ka kuptim të flasim sepse nuk ka vazhduar tutje ai projekt, po sigurisht vetëm një rikujtim për juve dhe shikuesit. Unë nuk më ka humbur memoria, por as qytetarëve që na ndjekin nuk u ka humbur memoria që u tentua të rrethohej me marrëveshje financiare Kosova dhe të ishte Shqipëria e cila e bllokonte përmes marrëveshjes me Serbinë dhe me Malin e Zi dhe me Maqedoninë e Veriut, dhe kjo është absurdi i absurdit. Është akt kombëtar kur ne bashkëpunimin financiar mund ta fillonin me njëri tjetrin. Janë më të vlefshëm puna dhe djersa e fshatrave të Krushës të sillin produktet bujqësore në Shqipëri se sa të Vojvodinës. Dhe kjo është patriotizëm, punosh me njëri tjetrin, të japësh mundësi njëri tjetrit, dhe jo të bllokosh. Edi Rama është sjell në mënyrë të tillë me Kosovën për të dëmtuar faktorin shqiptar. Ne ishim faktor paqe dhe stabiliteti, mos e harroni. Ndërkombëtarisht njiheshim si tillë deri në vitin 2013, kur Shqipëria filloi të kishte hemoragjinë më të madhe njerëzore, eksod biblik, që nga 2013 për shkak se u aplikua një politik e mungesës shërbimeve. Nuk u rritën pagat dhe pensionet, u rrit në mënyrë galopante korrupsioni, u kap shtetin tërësi, dhe tani tallet me shqiptarët, thotë do t'u jap pasaportë europiane. Kujt do t'i japi pasaportë? Po tallet dhe nuk do të bëhet një gjë e tillë nëse po themi çdo herë Rama vije përsëri në pushtet? Shdojnë, nuk është pasaportë europiane një llokum që ta jep Europa. Janë standarde. Kush jep pasaportë europiane një narkoregjimi? Për më tepër, që këtu ka ikur 1/2 e popullsisë në emigrim në azil financiar. Për ne, deri në 2013, ishim lider në rajon për rritjen e pagave dhe pensioneve. E kuptoni si është përmbysur, jemi në prag të ndryshimit një epoke merr fund tranzicioni, por merr fund me largimin e Edi Ramës nga pushteti. E kemi qartë. Mirë, kushtrim kemi parë të themi disa lapsuze, disa lëshime që janë bërë, jo vetëm nga drejtuesi i Partisë Demokratike në këtë rast Sali Berisha, por gjithashtu edhe nga kryeministri Rama, i cili dhe më pas kërkoi falje. Po, ka pas lapsuze të shumta, ka edhe me zgjirime, ka edhe me le të themi kështu që kanë qenë personat aty, ka të tekste që kanë mbetur, ndonë se video që besa që kanë qenë le të themi kështu video
politike, për të bërë thirrje, për të votuar ndonjë kandidat ose kandidat për deputet, por fatmirësisht që në internet sa publikohet diçka nuk mund të fshihet, pavarësisht që mund të ketë mekanizmat që tentojnë të bëjnë një gjë të tillë, por mbetet gjithmonë në internet dhe gjendet. Ka pas lapsuze, me që besoj që videoja do i shohim pak më vonë pas diskutimit, po e zëm kur kryeministri Rama ka ndërmarrë një fushat denigruese ndaj qytetarëve që nuk e votojnë Partinë Socialiste, ndërsa shënjestër e sulmit të tij në veçanti janë burra që mbështesin Partinë Demokratike ndaj të cilëve ka përdorur termin qyryk. Kur ka shku në njërin nga vendet atje, po e zojmë në Dibër, po... Është ofenduese ky term? Po. Është ofendues? Po, është term ofendues. E më pas edhe zotri Berisha pati deklaruar që shkoj në Dibër duke i ofenduar, po që besa dhe kjo e lëshon një farë ofendimit, se thot shkoj në Dibër dhe me gjuhën e një kopuku, u tha zonjave dhe gjysma juaj burrat i kanë qyryk, gjona tilla, cilat nuk e di, ndoshta po më duket që janë lëshuar goxha shumë subjektet politike, andaj me fyrje, denigrime dhe gjona tilla. Si do që tjetë është lufta për pushtet. Dhe çfarë thonë sondazhet, zotri Qupi? Çfarë thonë sondazhet deri më tani, sepse kemi her pas here sondazhe që publikohen dhe së fundmi janë publikuar për Tiranën dhe Shkodrën. Çfarë duan kryeqytetasit dhe njëkohësisht shkodranët? Kanë qenë interesante të gjitha sondazhet që janë publikuar deri më sot. Për mua një gjë është më thelbësorja se partitë e opozitës, sidomos të opozitës, teksa flasin me njerëzit, teksa bëjnë fushat, teksa sulmojnë qeverinë, realisht nuk janë në akordans, nuk janë në lidhje me publikun. Domethënë, tjetër gjë kërkon publiku sipas sondazheve dhe tjetër gjë thonë këta. Ja po e ilustroj pak. Për shembull, sipas sondazhit më të fundit Any Research të publikuar nga ABC dhe një fondacion italian, kërkesat parsorë të qytetarëve janë inflacioni, çmimet, rritja e kujdesit për fëmijët e tjerë. Ndërsa opozita, për shembull, ka në pikë në majën e kërkesave, ka këtë shteti ankormen, shteti, më falni, i droguar, ka kriminalitetin, ka të largohet me njëherë Rama, në fakt. Sipas jush nuk po merret me thelbin dhe kërkesat e qytetarëve? Apo jo? Falni, korrupsioni, krimi, etj, si thotë opozita, janë në fund tabelës. Domethënë, tek diku te 10% që 9% që njerëzve thonë e kemi edhe këtë problem. Realisht është tjetër gjë funksionon tek publiku dhe tjetër gjë te opozita, gjë që është një handikap i llatarshëm e para. E dyta, pra e mendon se është një handikap ky i opozitës që nuk po shfrytëzon problemin direkt që ka qytetari. Nuk e shfrytëzon, por nuk ka lidhje, nuk ka kontakt, nuk i intereson se çfarë thot publiku, i intereson të rrëzojmë Ramën, kaq. Po si mund ta rrëzosh është tjetër gjë. Atëherë më pyetet për sondazhet dhe po ju them që sondazhet për herë të parë. Sondazhet vetëm pas pak, vetëm dua dhe mendimin lutem në këtë çështje për Lisandër Hoxhën, kandidatin e PD-s. Lisandër, po merreni ju me kërkesat e qytetarëve apo po merreni më shumë me narrativën që keni krijuar në këto zgjedhje? Në fakt është qeveria që investon të narrativa, sepse nuk ka asnjë program. Keni parë në kandidat për kryeministër thotë vetëm një premtim, unë do ju jap pasaportën. Partia Demokratike ka program të detajuar. I Shqipërisë madhështore ndahet në 2 komponent kryesor. Komponenti i parë është rishpërndarja e të ardhurave shoqëri, sepse njerëzit shoqëri po jetojnë nën minimumin jetik dhe ne kemi një program konkret për të gjitha shtresat, që nga pensionistët, që nga gjyshrit, kryefamiljare deri te fëmijët e vegjël. Partia Demokratike do të vendos një standard duke luftuar varfërinë dhe duke vendosur jo më pak se 200 euro pensioni për 100 ditë e para dhe ndihma ekonomike, pension mesatar 400 euro,
rrogë mesatare 1.200 euro, rrogë minimale 500 euro dhe po flasim për diferentat mëdha. Ulje tatimit, fitimit nga 23% në 10%, se është shumë i lartë, ulja e çmimit karburantit, ulja e çmimit energjisë elektrike, investime direkte tek fermerët për të financuar çdo kokë bakti dhe fidan. Nga pala tjetër kemi një retorik politike të sponsorizuar për të hedhur debat tek bullizmi që zoti Rama përdor fushat elektorale. Nuk janë lapsus, është bullizëm. Ti thuash qytetarëve se kush voton opozitën është një autik politik dhe dalësh kërkosh falje pastaj. Zoti të falë, se njerëzit nuk do të falin. Në 11 maj. Mendon që do të gjithë shqiptarët do ta kenë parasysh këtë gjuhë dhe mund ta dënojnë në këtë rast Ramën për gjuhën që ka përdorur, autik politik? Për qytetarët shqiptarë, nga kontaktet tona të përditshme në terren, Edi Rama është Slobodani i fundit i Ballkanit. A mos është kjo pak një fjalë e rëndë që po i drejtonin, një krahasim tepër i rëndë që po e drejtoni, pas parasysh se çfarë ka bërë Slobodani e dim, sidomos qytetarët e Kosovës, cilët e kanë përjetuar luftën? 1 milion shqiptarë të Kosovës i dëbëj Slobodan Miloševići për të pastru Kosovën nga shqiptarët. 1.200.000 shqiptarë i dëbëj qeverisja Rama, sikur Shqipërisë t'i ketë rënë kolera se ka ardhur ky zotëria në pushtet. A mendoni që është një krahasim pak i egzageruar për shkak se lëvizjet të qytetarëve kemi edhe në Kosovë, edhe në Kroaci, edhe në Itali dhe gjithandej? Pra nuk ka të bëjë kjo me kryeministrin, presidentin apo me liderët politik të ndonjë vendi? Ka të bëjë, absolutisht ka të bëjë, sepse nëse në Kosovë u aplikua teoria e Vasër Çubrilovićit, që lëri shqiptarët e Kosovës pa rrugë, pa shkollë, pa mjekësi, pa shërbime, pa investime, pa kry tregti dhe ata ikin vetë, të njëjtën gjë ja bëri Shqipërisë. I la shirt fatit. Çfarë do bënin shqiptarët? Përveç se do emigronin. Pa është depërtim, ky është dëbim. Nëse shteti të merr taksa dhe nuk të kthen atë gjë mbrapa, përveç korrupsionit, ky është dëbim. E nderuar, nëse në Kosovë ndërtoni rrugë me 2 ose 2.5 milion euro kilometri, në Shqipëri kushtojnë 30 milion euro kilometri. Dhe nuk hyn njëri në burg. Sepse me sa duket, ndonjëherë dhe ju nuk e keni të qartë, kemi edhe këtu një kolegë Zute, nuk e keni ndoshta edhe ju të qartë që sfidat dhe hallet e tjera të tilla i kemi edhe ne në Kosovë, apo jo. Por para se dalim te kjo, dua ndalim tek deklarata, krahasimi me Slobodan Milošević. Për mua mund të them që për shqiptarët e Kosovës mund të jetë pak një skandal, pas parasysh se çfarë ka bërë Milošević dhe çfarë kemi përjetuar ne. E vërtet është, po besoj që kandidati për deputet është në atë atmosferën e fushatës atje dhe nuk mundi ndoshta edhe shumë mirë me gjyku nga këtu, me që nuk kemi zgjedhje këtu, atje është atmosfera e zgjedhjes, edhe po besoj që do t'i bie pishman për një fjalë të tillë, sepse pavarësisht çfarë kundërshtari politik mund ta kesh, po e ke brenda territorit Shqipërisë, është shqiptaraj, shqiptari jemi ne, por të krahasohet kryeministri shqiptar me Slobodan Miloševićin për pak ditë të përmbylljes së fushatës, mua me të vërtetë më duket skandaloze dhe s'kam koment për një gjë të tillë. E para e dyta, sa i përket... Qëndrojmë pak këtu, sepse dua dhe mendimin e Çupit në lidhur me këtë deklaratë. Çupi, çfarë mendoni ju për këtë krahasim? Mendoj se është në natyrën e Partisë Demokratike dhe askujt si bën përshtypje kur këta thonë gjëra të tmerrshme, ngrehin armët, ndezin qytetin, hedhin molotov, brasin njerëz. Domethënë, problemi është ky që po mbyllet kjo epokë e dheze e tmerrshme. Me siguri në zgjedhjet e ardhshme nuk do të ketë më Parti Demokratike, sepse është një parti e cila i ka sjellë fatkeqësi të mëdha vendit. Dhe fjalorë si ky tolerohen në Shqipëri akoma më keq. Sali Berisha ju tha grave socialiste, ju tha dje ju jeni dashnore të Gaddafit. Pa tha publikisht, të vjen rënd ta thuash. Kështu që nëse vini re një lapsus si Edi Ramës që në fakt realisht është një pasurim gjuhësor, Edi Rama e përdor gjuhën shqipe në mënyrë ekselente. Dhe një lapsus si Edi Ramës bëhet qameti për këtyre. Në fakt, këta në çdo ditë të thonë dashnore, të thonë lavire bulevardit, të thonë Milošević, të thonë Hitler, të thonë gjithçka dhe kjo gjë nuk bën përshtypje, jo se
Jo se janë gjëra të mira, sigurisht, por është mësuar siç del një banor nga shtëpia, del në rrugë dhe gjen disa njerëz shumë të pasjellshëm, për ditë gjen ata njerëz, ata shajnë. Dhe vjen një ditë që nuk të bën përshtypje më, por ama po të shau një nga mësuesit e fshatit, po të shau një nga njerëzit e ardhur nga studimet, atëherë të ngarrohet fshati, sepse ka diferenca. Do me thënë, jemi në një situatë kur vërtet po ndahemi nga një politikë shumë e mbrapsht. Kryetari i Partisë Demokratike tani ka shkuar, përveç se ndodhet para burgut, ndodhet dhe në demenca shumë të mëdha. Do me thënë, mosha e tij e la përfundimisht dhe më në fund Partia Demokratike është ndarë në 4-5 copa dhe në zgjedhjet e ardhshme me siguri nuk do të ekzistojë, do të ekzistojnë ca copa dhe kështu që fillon një kultivim. Një gjë është aty them, ato pjesët e vogla që janë ndarë nga Partia Demokratike janë më të edukuara, do të thënë janë shkëputur nga ky lloj fjalori, janë shkëputur nga ky lloj dhune, nga ky lloj terrori që bën Partia Demokratike dhe janë shumë herë më të sjellshëm, më stikt në kulturën e vendit, në atë që bëjnë në fushat. Dhe kjo është një gjë që mund të na jep shpresë se mund të ketë një opozitë nesër pas nesër. Mirë, kemi dhe disa video të shpërnduara gjithandej dhe besoj që kushtrimi do të na i prezantoj. Po, e para vjen nga kandidatja e Partisë Socialiste, vjen nga Edona Bilali. Ndonë se është fshirë video, është kritikuar goxha shumë, po e shohim këtu një të moshuar i cili ndoshta do të ishte më mirë ta dëgjonin vetë. Po, e dëgjojmë. Mojnë, doktor. Një mëhet mojnë i të shpila? Po pse? Po i kam thonë fjallin e donës për me votu. Po, he burë, po ti deri me një mëhet mojnë po shkon kam tuja? Ma gëzosh mandatin e dona Bilali. Është kritikuar goxha shumë. Është kritikuar. Është kritikuar sepse ndoshta të tjerët sipas tyre nuk e kuptojnë edhe shumë mirë humorin shkodran, por është kritikuar sepse duket që në prag të vdekjes dikush të zgjohet dhe të votojë një kandidat pak e çuditshme, është dukur të gjithëve Partisë Socialiste, jo Partisë Socialiste. Por është fshirë pas një ore me njerëz kur është publikuar, ka marrë dhem, por qëndron kjo një pjesë e saj. Pas kësaj video i kemi edhe tek një tjetër e cila në mënyrë krejtësisht ndryshe nga të tjerat ka filluar, mundemi me bo play, sepse ka filluar të shpërndajë me giveaway paka shumë edhe votuesit apo ata që e bëjnë follow ose e përcjellin kandidatën demokrate Adriana Kalaja. Është fshira po vazhdon ende të jetë. Jo, kjo qëndron, këta do të shpërblejme nga 2-3 500 dhe 1.000 euro. 1.000 euro, një farë tentim blerje e votës ndoshta kështu në mënyrë interesante, ose ndoshta vetëm le ta quajmë shpërblim për votuesin. Kemi të tjera? Po, kemi të tjera të cilat vinë nga personat kyç, disa nga zotri Berisha, disa nga zotri Rama, ja. Do të ngrenë tavanin e biznesit, tavanin e taksës e TVSH-s edhe të tatim fitimit. Ju nuk e keni, pojmë. E lezetshme ishte kjo shumë simpatike dhe mu më vjen mirë që ani pse është një farë ashpërsie, një garë shumë ashpër në mes partive politike, edhe në këtë moment në Shqipëri ka momente të tilla që na bëjnë të qeshim edhe neve këndej. Ndryshe nga zotri Berisha, kemi një, le të themi, përsëri kthehemi tek ajo fushata me nocione interesante, e kjo vjen nga zotri Edi Rama. Ju kujtohet se tani dalin këta kuat e kënetave, çdo natë në për ato frëngjit e televizorëve, edhe thonë, filloi Edi Rama prap, talla vaja, bufi, këneta, siç bënte përpara, timoni, tepsia.
Mirë, sepse besoj kemi në lidhje direkte ende dhe të ftuarit, ti rikujtojmë që edhe ne do të kemi sot një seancë, përsëri jemi në tentativë për të formuar institucionet e vendit dhe nuk po arrim, kështu që vetëm pas pak do të kemi edhe një specialin Klan Kosova, andaj ju lutem nga një mendim përfundimtar, zotri Hoxha. Apo e kemi Qupin? Po, Qupin. Më po, utronim. Lutem, nuk po i dëgjoj? Më thoni, jo, ndoshta keni për të bërë një pyetje. Do një mendim përfundimtar në lidhur me këtë që sapo pam, sapo biseduam së bashku, pra për zgjedhjet dhe për intuitën tënde, kush do të jetë fitues? Tani, realisht, desha t'ju them që në këto zgjedhje disa gjëra ndodhin për herë të parë. Për shembull, për herë të parë, një parti politike, sipas sondazheve, të gjitha sondazheve, ndodhet gjithkohës mbi 51%. Gjë që s'ka ndodhur asnjëherë, që do të thotë se Partia Socialiste prapë bën qeverinë pas një koalicion në të ardhmen. Për herë të parë ndodh dhe një fenomen tjetër që sipas sondazheve, të gjitha sondazheve të kryer deri më sot, kryeministri i cili ka 12 vjet në pushtet, ka avantazhin akoma më të lartë sa vitet e tjera. Këtë vit, ai ka avantazhin në 64%. Jemi drejt fundit, lutem, vetëm më shpejt, sepse ju paralajmërova që kemi një seancë. Do me thënë, dua t'ju them që këtu është shumë e përhapur ideja se partia që humb nuk mund të fitojë, dhe partia që fiton nuk mund të humbë. Në këtë pozita jemi. Besoj do të bisedojmë. Domethënë partia fitimtare nuk humb dot. Edhe sikur doj. Do të bisedojmë edhe gjatë vitet të tjera. Zotri Hoxha, unë uroj shumë suksese në këto zgjedhje, uroj që t'ju kemi deputet të Kuvendit Shqiptar. Po? A dëgjohem? Po dëgjohemi, jemi drejt fundi, lutem shkurt. Shkurt patjetër. Do t'jetë fitore plebiscitare opozitës, sepse shqiptarët duan të ardhmën një parti pro-shqiptare, një parti që punon për interesat e shqiptarëve dhe rrit faktorin shqiptar në rajon. I qëndroj deklaratave të mia sepse kush punon kundër kombit vet, dhe shpërbën kombin e vet, dhe largon dhe krijon ndasi mes kombit, duke ndërhyrë në politikat e brendshme të shqiptarëve të Kosovës, shpeshherë i gjendur për keq, jo për mirë, unë mendoj që meriton atë term sepse shqiptarët u ka ardhur në majtë fundës me politikanë që shesin interesat kombëtare. Do ta kthejmë Shqipërinë madhështore pas 11 majit, edhe shqiptarët e Kosovës do vinë më të lumtur të takohen me vëllezërit e tyre në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit shumë Hoxha. Pushtrim faleminderit shumë gjithashtu edhe ty. Një shkëputje publicitare, takohemi pas pak.